Shtëpia e Big Brother Kosova u kthye në aren tensionesh, xhelozie dhe përplasje emocionesh, kur Benita dhe Eliona u përfshin në një debat të fortë që kishte në qendër një emër të vetëm, Claudine. Ajo që fillimisht dukej si një shkëmbim fjalësh i nënkuptuar, u shndërrua shpejt në një përplasje të hapur, ku asnjëra nuk pranoi të tërhiqej. Gjithçka nisi nga disa shikime, disa batuta të fshehta dhe afrime që nuk kaluan pa u vënë re. Eliona, e bindur se lidhja e saj emocionale me Claudine ishte e sinqertë dhe e ndërtuar me kohë, e ndjeu veten të provokuar nga afrimi i Benitës. Nga ana tjetër, Benita nuk hezitoi të tregojë hapur interesin e saj. Duke deklaruar se askush nuk ka pronësi mbi askënd brenda shtëpisë, debati shpërtheu në mes të ditës, përpara banorëve të tjerë. Zërat u ngritën, tonet u ashpërsuan dhe fjalët u bën gjithnjë më të drejtpërdrejta. Eliona e akuzoi Benitën se po hynte me qëllim në një histori që tashmë ishte në zhvillim, duke e quajtur veprimin e saj provokim të pastër. Benita, e prerë dhe e vendosur, iu përgjigj se Claudi është i lirë të zgjedhë dhe se ajo nuk kishte ndërmend të qëndronte në hije për hir të askujt. Në gjithë këtë situatë, Claudi u gjen në qendër të vëmendjes, i heshtur, i kapur mes dy emocioneve dhe dy energjive krejt të ndryshme. Heshtja e tij vetëm sa e përshkallëzoi situatën, duke i dhënë debatit më shumë zjarr. Banorët e tjerë u përpoqën të ndërhyjnë, disa për të qetësuar gjakrat, të tjerë thjesht për të ndjekur nga afër një nga momentet më të nxehta të këtij edicioni. Përplasja mes Benitës dhe Elionës nuk ishte vetëm për Claudine. Ajo nxori në pa karaktere, krenari, xhelozi dhe mënyrën se si secila prej tyre përjeton lojën. Për Elionën, kjo ishte çështje ndjenjash dhe besimi. Për Benitën, ishte çështje guximi dhe mospranimi i kufizimeve të vendosura nga të tjerët. Big Brother Kosova, edhe një herë, tregoi se është më shumë se një lojë strategjie. Është një eksperiment emocionesh, ku ndjenjat intensifikohen dhe çdo marrë